Taksa automjeteve tani mund të paguhet 100% online përmes e-Albania me çdo kartë bankare, krediti apo debiti. Sipas njoftimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, procedura mund të kryhet në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt nga telefoni apo kompjuteri. Me këtë pagesë të taksave online që qytetari mund të kryej, mund të kursej pjesën e radhëve, pjesën e kohës dhe mund ta bëj direkt nga Albania. Ndërkohë edhe sportelet fizike do të vijojnë të jenë të hapura për të gjithë drejtuesit e mjeteve që do të dëshirojnë të kryejnë pagesat pranë tyre. Me pagesën online të taksës vjetore për mjetet e përdorura, nga e-Albania mund të shkarkohet e mëtej të printohet edhe dokumenti vullosur në mënyrë digjitale, i cili provon pagesën e kryer. Fal këtij shërbimi përfitojnë 770.000 zotërues automjetesh në të gjithë vendin. Ne eliminon këto ECA-ket këtu në për të zyrat. Mund ta bëjmë edhe nga telefoni, mund ta bëjmë nga interneti. Është gjë e mirë, sepse s'humbim kohë, jemi për puna. Ky shërbim digjital përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të shërbimeve publike dhe lehtësimit të proceseve për qytetarët, duke ofruar një procedurë të shpejtë, të sigurt dhe të aksesueshme nga telefoni apo kompjuteri. Ky shërbim i ri është rezultati i bashkëpunimit mes Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe sektorit bankar, me qëllim zgjerimin e shërbimeve digjitale dhe përmirësimin e përvojës së qytetarëve. Synimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor mbetet ofrimi shërbimeve publike më të thjeshta, më të aksesueshme dhe më pranë qytetarëve, duke reduktuar kostot, kohën dhe burokracinë.